الحمد لله الذي يخضع لقدرته من يعبد ولعظمته يخشع من يركع ويسجد ولطيب مناجاته يسهر العابد ولا يرقد ولطلب ثوابه يقوم المصلي ويقعد ما جاء في القرآن قبلنا وما جاء في السنة لم نردد اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وعلى الصديق الذي في قلوب محبيه فرحات وفي قلوب مبغضيه قرحات لا تنفد وعلى عمر الذي كان يقوي الإسلام ويعبد وعلى عثمان الذي جاءته الشهادة فلم يردد وعلى علي الذي كان ينسف زرع الكفر بسيفه ويحسد اللهم ارض عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Vëllezër të nderuar, jetojmë në një kohë ku të gjithë ne mund ndikohemi nga shoqëria që në rrethon, nga shokët që në rrethojnë, nga moda, nga rrjetet sociale, nga njerëzit që i ndjekim ne, qofshin ato xhallar, profesor, sportista, me lloj-lloj shmëri të profileve që mund të mirën ata dhe ne i ndjekim. Edhe nga fjalët që i ndëgjojmë mund të ndikohemi. Dhe rreziku më i madh që mundet me qenë në këtë rast është se a mund ta humbim vetveten brenda kësaj ajo. Shembull, unë dhe ju, kur të ndikohemi nga ajo që është e panevojshme, ajo që nuk është islame, ajo që nuk është morale, çka ndodh? Personalitetin islam unë dhe ti e dobësojmë ose na dobësohet. Turpi na largohet, nuk na vjen marrë, nuk na vjen turp. Bindjet tona që i kemi pas mund ndryshojnë. Kufit që i ka vendos feja e pastaj tradita, e kombi, e sen mund t'i lëvizin. Dhe qëndrueshmëria jonë në fe, mund nga stabiliteti të ndodhë që të bëhemi labil. Po sidoqoftë, Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Wala tattabil hawa", që në gjuhën shqipe i vjen mos e paso epshin. Fayudillaka an sabilillah, sepse pasimi i epshit e largon njeriu nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Shumë thjesht. Normale, në këtë çështje e kuptojmë mirë, e di mirë, po ndonjëherë ngecim në realizim, në vetë. Të ndeshë vëllezër, sa njerëz sot nuk jetojnë sipas asaj që urdhëron Allahu subhanahu wa taala. Por me çka jetojmë ne sot? Jetojmë me atë që është trend e para, jetojmë me atë që është modë, edhe me atë që pëlqejet nga njerëzit. Tash nuk varet unë çka du, po duhet me bo një vepër që njerëzit të pëlqejnë. E jo Zoti. Shumë herë, shumë njerëz, kështu në këta rrethana edhe veprojnë. Por rreziku i imitimit të verbër, rreziku që mund ta kem unë dhe ju nga imitimi i verbër është shumë i madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "La tattabi'unna sanana man kana qablakum", ju, unë, të gjithë do të ndiqni rrugët e atyre që kanë qenë para jush. Kjo hadith të ndreshëm vëllezër, tash nëse dikush para meje ka qenë i mirë, fetar, kombëtar, me traditë fort, i ditur, i devotshëm, i suksesshëm, i turpshëm, e pasoj mundohuni këta njerëz të imitoni. Ama nëse dikush nuk e mbron fejt, nuk e mbron kombin, nuk e mbron traditën, është kundra familjes, është kundër moralit, është kundër turpit, ne bashkë ata imitojmë.
bashkë ata na duken internacional dhe interesant. E pastaj do shtojmë ne, e do shtojmë fëmijët e tonë, e pastaj kërkojmë ndihmë, ama ndoshta bëhet vonë. Të ndershëm vëllezër, merrni ju fëmijët e juaj dhe fëmijët e mi, edhe fëmijët e tonë përgjithësi, dhe shifni në veshje e tyre si është. A është sipas asaj që e don feja, a është sipas asaj që është modë. Çka imitojnë ata? Çka veshin ata? Edhe këtu e shef se ku jemi ne dhe ku qëndrojmë ne. Fëmijët e tonë në përgjithësi më shumë vishen sepse moda e kërkon, se sa që vishen se e kërkon feja edhe rregullat fetare. Nëse e merr një grup 10 vetë, edhe një grup tjetër 1-2, këta që janë 1-2 e thuan hakun dhe të vërtetën, ne do të shkojmë me turmën, kena me shku me grupin ma shumë që janë. Pa marrë parasysh ata e thonë të vërtetën ajo. Çka flasim në për shtëpitë tona? Çka debatojmë në për shtëpitë tona? Atë që e thot interneti, atë që e thon rrjetet sociale, jo atë që e thot Allahu, e atë që e thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Të ndershëm vëllezër, ne nuk duhet të jemi kopje e turmave, e thashethemeve, e muhabeteve, por ne duhet të jemi rob të Allahu subhanahu wa taala. Po si ta ruajmë veten dhe si mos ta humbasim veten ne brenda kësaj jete dhe kësaj bote. E para, pashallahu, nëse e lidhemi fort zemrën tonë, shpirtin tonë, trupin tonë dhe jetën tonë me Allahun subhanahu wa taala, vallahi shumë zor është ata njerëz me dështu. Çka thot Zoti në Kur'an? Thot eleysa Allahu bikafin abde. A nuk I mjafton Allahu subhanahu wa taala robit të tij? Allahu na mjafton të gjithëve, po ne fatkeqësisht përpos Zotit kërkojmë edhe diçka tjetër. Si njerëz, a mund ta gabojmë? Mund të gabojmë. Ama a duhet me gabu për ditë? A duhet me gabu duke qenë të vetëdijshëm? A duhet me gabu duke qenë se e kemi pa që on keq edhe prap me shku atij? Jo. A mundim me gabu? E kena gabu, jena penduar dhe vazhdojmë ka është hajri dhe ka është e mira. Të ndershëm vëllezër, nëse duam të shpëtojmë vetveten, po secilisim këtë kohë tash, zgjidhë shoqërinë e drejtë dhe të vërtetë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili. Njeriu është në fenë e shokut të vet, është në fenë e mikut të vet dhe është në fenë e atij me të cilin rrin. Dhe e treta, mos e kërkoni vlerën e juaj te njerëzit. Mos e kërkoni që lavdrojnë njerëzit. Sa ata ndonjëherë e bëjnë, ndonjëherë nga inati nuk e bëjnë. Nuk e bëjnë, njerëzit nuk e bëjnë. Sa do që je I ditur, je I avancuar, je I mirë, je I drejtë, njerëzit më së shumti kanë mundu me ta gjetë një gabim, se sa me ta lavdru të mirën që e ke bën. Shumë njerëzit të ndershëm vëllezër, shumë musliman e humbin vetveten sepse duan të pëlqejnë të tjerët. Për shembull, ne sa siklet kemi, e shkruan një thënie në rrjetet sociale, edhe ati ka 2 grafa, njëra e pëlqeu, tjetra nuk e pëlqeu. Edhe ti shef ata I kontrollon. Ata kanë bë like ajo. Në momentin që ta kanë pëlqy shumë, e ti disi e ngrit veten, hiç pa thon askush. E dikush që ta ka bë, nuk e pëlqeva, mërzitesh ti, sikletohesh. Ja. Nuk ban me prit nga njerëzit. Ti mundesh me e thonë hakun, po njerëzit nuk ta pëlqejnë. Ndonjëherë mundesh me e thonë një fjalë të keqe, ama krejt njerëzit ta bëjnë like. Edhe ta pëlqejnë atë që e ke thonë. Ama nuk kanë rregull. Por as ka këtë ndeshëm vëllezër, kush e kërkon kënaqësinë Allahu subhanahu wa taala, edhe nëse njerëzit zemrohen nuk ka problem. Allahu do të na mjafton neve dhe juve të gjithëve. Mos e humb veten, unë dhe ju, të ruajmë veten nga modat e ndryshme që nuk janë të mira për ne si shoqëri, mos të rrim me shokë që nuk janë rregull dhe nuk janë të udhëzuar, mos ta humbim kohën shumë në internet, po të largohemi nga interneti dhe nga rrjetet sociale, mos miremi më ka pëlqej dhe s'm ka pëlqej, edhe fundit nuk kemi nevojë për duartrokitje, por kemi nevojë për me na dashtë Allah subhanahu wa taala, e pastaj për më ndërmjetësu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ruaj veten, unë dhe ju me fenë që e kemi,
sepse kush e ruan lidhjen me Allahun subhanahu wa taala, Allahu e ruan nderin edhe e ruan atë si personalitet. Inshallah Allah na uzon e të gjithëve së bashku në xhennet në son. Barakallahu lana wa lakum fi al-Qur'an al-azim wa nafa'ana wa iyyakum min adh-dhikri al-hakim wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'il al-muslimin min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائد المؤمنين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون